Muaji tetor ka marrë prej vitesh statusin e muajit të librit, duke sjellë në qendër të vëmendjes promovimin e leximit dhe të krijimtarisë letrare. Aktivitetet e këtij viti vijojnë me edicionin e tretë të poetit laureat, një nisëm e qendrës kombëtare të librit dhe leximit që synon të forcojë lidhjen mes poetëve dhe publikut. Juria me emra të njohur të letrave shqipe ka përzgjedhur kandidatët nga të cilët do të shpallet laureati i ri. Ky tetor kulmon me shpalljen e poetit laureat 3. Mua vjen shumë mirë që kjo traditë e nisur me guxim nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit tashmë ka një formë vazhdimësie. Juria ka përzgjedhur 5 emrat të cilët janë një mundësi për të qenë laureati i tretë i Shqipërisë. Tetori i librit ka nisur me një mori aktivitetesh, të cilat këtë vit janë përqendruar me në fokus më shumë të rinjt, janë aktivitete të cilat janë pothuajse në të gjithë Shqipërinë, dhe ku janë përfshirë biblioteka, librari, hapësira publike. Përgjatë gjithë muajit tetor, në qytete të ndryshme të vendit do të zhvillohen provime librash, lexime publike, ekspozita, konkurse letrare dhe takime me autor me qëllim afrimin e lexuesit me librin, një nga sfidat kryesore të kohës sonë.